Edhe pse vëmendja botërore ishte te Irani, Izraeli e ka bombarduar Gazën në 36 nga 40 ditët e fundit. Sipas Al Jazeeras, pati vetëm 4 ditë pa raportime për dhuna apo vdekje. Midis 28 shkurtit dhe 8 prillit, sulmet izraelite vranë të paktën 107 persona në Gazë dhe plagosën 342 të tjerë. Kjo është e disa të herë që Izraeli shkel marrëveshjen për armëpushim, e cila hyri në fuqi 6 muaj më parë, që nga kjo kohë, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 738 persona dhe kanë plagosur më shumë se 2000 të tjerë. Ndërsa, në total, që nga nisja e luftës së tij gjenocidale në Gazë me 2023, Izraeli ka vrarë ose plagosur të paktën 10% të popullsisë së rripit, apo 72.000 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur të paktën 172.000 të tjerë. Shënjestër.net